Në vitin 1967, Shqipëria veç shpallet I pari vend ateist në botë. Dhe pikërisht në të parin, në të vetmin vend ateist në botë, ndërtohet edhe muzeu I parë ateist në botë. Në këtë muzeum ekspozoheshin sene dhe objekte të marrura nga gjitha komunitetet fetare, sigurisht edhe nga Kisha Katolike, duke vënë në lojë e duke përqesh krejt veprimtarinë e Kishës Katolike dhe të komuniteteve tjera fetare në shërbim të vendit tonë. Se çdo muze, edhe ai muze, kishte librin e përshtypjeve, ku persona të ndryshëm vizitor, pasi e vizitonin, shpreshin një atë që kishin pa jetuar në këtë muze. Në vitin 1990, në kulmin e trazirave që pati rënja e regjimit komunist, një katolik nga Shkodra I gjendën aty, mori këtë libër përshtypjes, I cili sot gjendet në muzeun e Kishës Katolike. Ai ja bani dhurat këtë pasuri të jashtëzakonshme, do të thoja. Është pasuri shumë e madhe sepse pikërisht në të shikon atë lavazhin e madh të trunit, të cilin sistemi komunist I bani shqiptarëve pa mas. Në këtë libër, I cili është I hapur për vizitorët pranë Kishës Katedrale në cilën ndodhet muzeu, tregohet shumë qartë filozofia e frikshme që noqi sistemi komunist, sidomos në I breznive të reja në përshkolla. Dëshmit e shkrume e të lanë në këtë muze tregojnë shumë qartë që cila ishte logjika që ndoqi sistemi komunist. Do t'ju lexoj një prej dëshmive të vizitorëve, të cilët vizitonin dhe me çfarë ide të largoheshin nga I muze ateist. Jemi dy kushëri nga një fshat I qytetit të Shkodrës, ku në çdo zonë edhe në zonën tonë të thellë, kleri katolik ka pas kriju tek njerëzit një bot kuptim të rrem mbi botën dhe mbi jetën. Jemi shumë mirënjohës partisë dhe shokut e Enver Hoxha që na zhduken këtë farë të keqe nga vendi jonë një herë për gjithmonë. Tani, edhe pse të rinj e ne nuk e kemi jetuar atë kohë, vim tu në këtë muze dhe shohim të kaluaren e hidhur të errët të parëve tanë, e cila ishte e mashtruar nga kleri katolik. Ne vim tu dhe shohim edhe shokët e muzeumit, që pa prites na shpjegojmë me durim, gjithmonë do të jemi ateist të flakt, përfundon kjo dëshmi. Janë dëshmi të shumta, të cilat tregojnë atë çka sistemi komunist mbolli në këtë tokë dhe çka do të thotë të krijosh një brezni pa Zot.